Në vitin 2024, dielli gjeneroi 11% të energjisë elektrike të BE-s, duke kapërcyer shëmburin i cili për herë të parë ra 90%. Sipas raportit vjetor të Ember, prodhimi i energjisë nga gjenerimi i lëndëve fosile ra në nivelin më të ulët historik për të 5 vit radhazi. Politika për mbrojtjen e klimës dhe objektiva që ka vendosur Bashkimi Evropian i kanë dhënë hov investimeve tek energjia e rinovueshme, ku energjia që sigurohet nga dielli ka pasur një rritje të konsiderueshme dhe në vende të tjera përtej Unionit, përfshirë dhe Shqipërinë. Studimi i publikuar nga grupi me bazë në Mbretërinë e Bashkuar tregoi se 69 miliardë euro janë shmangur nga kostot e importit të karburanteve fosile për shkak të energjisë së rinovueshme nga dielli dhe era. Në raport thuhet energjia diellore mbeti burimi i energjisë me rritje më të shpejtë në BE për vitin 2024, ndërsa energjia e erës burimi i dytë më i madh mbi gazin dhe energjinë bërthamore. Megjithatë, nevojitet një përshpejtim deri në vitin 2030 për të arritur objektivin 27% të prodhimit të energjisë nga dielli, i cili përveç reduktimit të ndotjes do të ulë kostot e energjisë për të gjithë konsumatorët. Në vitin 2024, raporti mes energjisë së pastër dhe energjisë u prodhuar nga gazi, fosile dhe centralet bërthamore ishte 47% me 53%, çka me ritmet e tranzicionit, ky raport mund të përmbyset brenda 2 viteve.